Sot në ndërojnë një vajzë vogël, Melisa Halilaj, ka nga libra në ndjeshe dhe do në recitoje diçka. Unë që Melisa Halili, jam në ndjeqe, vim nga shkolla në veçar Majtar Maqellar dhe poezia që të interpretojnë sot titullohet Djali që bleu vdekje, nga poeti Demir Rusi. Në Vlorë bërit të dhëmë, fjetën në shtëpin e bardhës. Në një moment kur asnjë nga vajzat nuk ish aty, nëna e Skënderit i tha bardhës: "I ke vajzat për të pirë në kup." Bardha: "Ta kisha Skënderin gjallë, do ta kisha marrë një për nuse." Ku mbeti djalë në Shqipëri, i tha bardha. U vranë e vdishën e mira. Shko shihi varezat e Vlorës, mbushur me djem 20 e 30 vjeçar. Pjesa tjetër në përburgje. Asaj u thellua një rrugë në Ballë. Ish parandinja që 4 vajzat mund t'i mbeteshin pa martuar. Të nesërmen shkuam që herët tek moli. Nuk që zbardhu ende dita e re. Të 4 gratë, Bardha, nëna e Skënderit, Zamira dhe Eva, banin nga në tufë lule në duar. Do t'i hidhni në det, në varrin e madh të përbashkët, të gjitha tyre që s'kishin arritur të varosen në tokë. Për këtej, apo për te kësaj humere. 20-30 hapa më tutje, rinë të një mirëtitore, ullur mbi një gurë. E njohën nga robat, në qante me përëndesh në artemit. Në duar bante edhe ajo sopa lulesh. Ndante nga tufat zejth të lurë, ndërsa me zë sajon të vargjër. "O, që të kryet piro për mbiu, ti mbleq lule që t'ka plukjo na. O, që të dorë piro për mbiu, ti mbleq lule, te ti t'na për na." Fletët dhe petalet e luleve diku u bërë bashkë, ndërsa nënat të mbetura pa djem po i shikonin si fara, pa mundur të largohin prej molit. Dikush ju afro mirëditores, ajo nkri mbi këmbët që i kishte shtrenguruara. Ja kapi të dyja duart nënës së Skënderit dhe i tha: "I pas ke duart akull me grua, akull e kam dhe shpirtin. Tek po largohesha, tashmë midis 5 grave vendosa të ndërmarrë një udhtim në për të gjitha varezat e Republikës së Shqipërisë për të regjistruar një për një sa jetë shqiptar shtëri i kish këputur në mes ky nëmri tranzicion, ironikisht i quajtur demokraci." Shumë faleminderit.